autonominë e pushtetit lokal duke marrë kompetenca. Ne kemi dërguar jo shumë larg rregulloren për procedurat e rekrutimit, ku niveli qendror synon që edhe procedurat e rekrutimit të shërbimit civil t'i kryjnë në nivelin qendror, përkatësisht në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Tash edhe kjo, ne jemi në grupin punues për amandamentin e ligjit për pronën publike, dhe sinqerisht është e pakuptim kërkesa që bëhet nga niveli qendror që t'i shtrihej duart në nivelin lokal, edhe në menaxhimin e pronës e cila i përket komunave. Mirë po, duhet marrë parasysh që secili ligj që amandamentohet duhet ta marrë parasysh ligjin bazik funksionimit të pushtetit lokal, i cili është ligji për veçëverice lokale. Lejoni vetëm ta lexoj njenin 14 të ligjit mbi veçëverice lokale, i cili mirret me çështjen e pronave komunale, ku aty thuhet se komunat kanë të drejtë të posedojnë dhe të menaxhojnë pasuritë të lutshme dhe të palutshme. Do të thonë pasuria e palutshme është edhe prona komunale. Komunat kanë të drejtë të shesin dhe të japin me qira pasurinë e lutshme dhe të palutshme. Dhe komunat mbajnë dhe udhëheqin regjistrin e pronës së lutshme dhe të palutshme që e kanë në shfrytëzim dhe posedim. Tendenca e nivelit qendror, sa i përket këtij projekt ligji është që bëhet kalimi